sirja, jetë përshkrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është shkencë e madhe e cila në vetvete i ngërthen shumë shkenca tjera islame. Sirja pra në vetvete i ngërthen shumë shkenca dhe shumë shkenca islame kanë nevojë që t'i kthehen sirës për ta kuptuar dhe për ta studiuar atë shkencë si duhet. Fikhu për shembull, shumë dispozita që kanë të bëjnë me fikhun, fikhu është legjislacioni islam, dispozitat që kanë të bëjnë me fikhun. Pra, shumë dispozita që kanë të bëjnë me fikhun, duhet të kthehesh në sire, që ta shohësh se si ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste. Akidja, besimi, nëpërmjet sirës e kupton rëndësinë që e ka thirrja në besimin e drejtë, rëndësinë që e ka mësimi i besimit të drejtë, rëndësinë që e ka sakrifica për besimin e drejtë. Gjitha këto i mëson nëpërmjet sirës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e mirë dhe sjellja e duhur në raste të duhura, edhe kjo mësohet prej sirës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E din se si të sillesh në këtë rast, e din se si të sillesh në atë rast, e din se çka është moral i duhur, se si duhet sillesh në rast lufte, si duhet sillesh në rast paqeje, si duhet sillesh në rrethin familjar, si duhet sillesh në xhami, në ambientin shoqëror dhe në çdo gjë tjetër, në udhtim. Çdo gjë, çdo aspekt që ka të bëjë me jetën njerëzore, i merr porosit dhe mësimet nga sirja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, daveti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sirja është prej bazave që duhet t'i di ai i cili specializohet në davet, apo i cili jep rëndësi qoftë studimit të kësaj dege, në vendet ku shkon në mënyrë institucionale thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, po qoftë edhe për ata muslimanë të cilët jetojnë në vende siç është vendi jon, ku nuk ka institucion të veçantë për të urdhëruar për të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja. Nëse dëshiron ta dish se si duhet bëhet daveti, se si ti që dëshiron ta përmirësosh rrethin tënd, duke filluar nga rrethi më i ngushtë familjar dhe duke u vazhduar në rrethin më të gjerë të lagjes, qytetit e kështu me radhë, padyshim se duhet t'i kthehesh për ta kuptuar se si të veprosh drejt në këtë aspekt, duhet t'i kthehesh sirës dhe jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.